Përshëndetje dhe mirë se vini në Mes Dritë. Takohemi dhe sot së bashku me energjinë më të mirë për të patur një ditë pozitive dhe urojmë shumë e tillë tjetë për gjithë ju që festa ka nisur në familjen tuaj. Për gjithë ju që shëndroni në shtëpi gjatë gjithë ditës, amisat tona të dashura, dhe që keni një mori punësh për të bërë në këtë muaj, urojmë shumë me krah të lehta dhe urojmë që ky program të jetë shoqëria më e mirë për ju. S'është mision të bësh një program të denjë për gjithë ju që na ndiqni çdo ditë. Mirëmëngjes Urian, patjetër një super ditë sot. Kënaqu merri më të mirën dhe buzëqeshi jetës, buzëqeshi ngjarjeve, buzëqeshi përditshmërisë. Edhe sot si përditje jemi zgjuar si plet punëtore. Kështu pa kuptuar vit pas vit jemi bërë një koshere e madhe, ku secili ka atë rolin e vet, punën e vet për ta bërë këtë emision me sa më shumë dritë të ëmbël, si mjalti do thoja unë. Emisioni gjatë nis tani dhe do jemi së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt deri në orën 13:00 me shumë tema, shumë ftuar interesant, po megjitha do ju informojmë patjetër dhe do gatuajmë. Dhe kur themi gatim, është ambasadoria, ajo e cila vjen na bashkohet dhe ne e ftojmë me shumë Zonjën po kishim. E dashur, mirë se vjen. Shumë dashuri për ty edhe sot. Si je ti sot? Jam shumë mirë, por si është kjo e njëjta? Para se të them ato gjërat, unë sot do t'ju tregoj, duan nuk duan regjia do ta dëgjojnë atë që unë do them. Na thuaj. Brëm në orën 6 kisha dalë shëtitje. Kisha dalë shëtitje me 2 mbesat e mia. Dhe sigurisht ora 6 është pak errët, sepse jemi në kohë në një stin të tillë. Edhe duke biseduar me ato, duke qeshur, pash një vashës që doli nga një dyqan dhe i them Isabelës: "O Isabel, wow, sa e bukur që nga kjo goca, shife pak, ku nëna tha?" Ndërkohë, vashëza vrapoi drejt një mashkull. Mashkulli, edhe unë, për e pash që u afruan aty bashk, thash, ua, çfarë kingu që nga ky çuni, edhe ula syt poshtë, kur pash, e njofta Syrianin për një herësh. Ishte Alma me Syrianin. Ishte një bërtitur e madhe aty në mes të kuishit. Ishte Syri. Edhe unë, Syri. Po se ishi daluar pak. Po një të bërtitur që doli aq original dhe këta kthehen, ua, Florenca, ç'është kjo? Kjo tregon që universi na bën bashkë edhe pas pune. Ishte një gjë e mrekullueshme. Shumë e vërtetë. Edhe kur kam parë Syrin atje, edhe e gjëja para Alma nuk e njohta, e njojta në momentin që u afrova ke Syrin. Kur lyem kështu nuk më njoj. Ishim bërë dje, o zot, mos i paf Syri keq. Kishim një ngjarje të veçantë. Se nuk e tha një detaj, po është fantastike. Gjithmonë batutat e saj, Syri aty të njoha nga ecura. Nuk e di pse, unë pas kam një tecur çuditshme. E di pse nuk ta thash. E di pse nuk ta thash, se thash mos singelet hatri. Jo, singelet, shto singelet hatri. E di çfarë është e rëndësishme për mua. Për mua ka qenë të rjetë rëndësishme të mos ecë kështu. Po të ecë kështu, s'ka problem, burrat ecë kështu. E ke shumë të bukur të ecurën, nuk e ke të keqe, por e ke të veçantë. Po, e ke të veçantë. Ikim bashkë tek Olimpia në gazimin tani. Dhe të shohim se çfarë do gatuajmë sot, se Florenca na nxiti energjinë e mirë shumë e mëngjes. Duke rryer një ngjarje. Dhe sigurt ta dija që do ta thoshte. Ishte shumë e bukur si rastësi. Jo, pse mos ta thoja, ishte shumë e bukur. Sa e lumtur që isha mbrëmë, nuk e ke ide. Tani dukshëm nga përbërësi që po shoh të rishtuar në Tryezë, di do të them që do bëjmë pasta olës. Ma konfirmo. Do bëjmë pasta ola dhe do ta bashkojmë me këtë gatimin. Por në recet nuk është, por meqense pasta olat i kemi këtu në Tryezë dhe Alma i ka prezantuar dhe ti kaq bukur këto ditë, unë thash të gatuaj edhe pasta dhe do ta shoqëroj shumë mirë me këtë gatim që kam sjellur, sepse ky gatim i shkon shumë këtyre pastave që ne kemi këtu. Bukur. Dhe duke qenë se bëhen nga gruri i fortë, do ndjekim me shumë kujdes. Grano duro, gjëti. Zjejmë aq minuta sa na thot paketimi, jo më tepër për t'i patur al dente. Zjedhim llojin e pastave. 6 deri në 8 minuta. Edhe do hamash sa thot Syri?
do 80 gram. rigati, 80 gram spageti ndoshta. Kë do zgjedhim? Spageti, po, shumë mirë, dhe unë spageti them. spageti. Rrim tek spageti sot. Sepse duket sigur përbërësi që unë po shoh, rrin më mirë me spageti. Nuk dua ta shëmtoj as pak të ekspozitorë të bukur që kanë bërë. Po shikoja është masën, desha të shikoja çfarë mase është 8-a, 9-a, nuk e di çfarë mase ka. E teksa ti gjen masën. Po, e gjejmë. Do jetë diku këtu e shkruajtur, por ne nuk kemi mësuar akoma sepse janë të reja për ne. Pavarësisht se mund të kenë shumë kohë që janë në treg, po për ne që i ekspozojmë janë të reja. Janë të reja dhe i bëhemi gati për të prezantuar recetën. Çfarë na duhet për ta përgatitur këtë pasta as pak të zakont me gjithë të mirat që kemi bërë pazar tek Pro Natyra. Atëherë, për të bërë pasta, Ola, tapë kërpull dhe lakra brukseli. Për t'i shoqëruar me pasta, na duhen 300 gram kërpulla të vogla, 300 gram lakra brukseli. Ti solla unë nga Brukseli, tregoj po. Po. Një qepe kuqe, majdanoz, 100 gram parmigiano, 150 gram domate të vogla, 2 lugë salcë soje, vaj ulliri pema, krip, piper dhe një tuf kopër. Këto janë përbërësit për të realizuar tavën me kërpulla dhe lakra brukseli. Me qënë se zure në gojë atë Brukselin, e kishe ndritur Brukselin që është pa diell, i kishe quar diell. Në kësi, madame, Për zotin, por Dhe imagjino udhrat kam thënë se do të hajnë në sysh më Lorenca, dja. unë them nga sot e tutje, ta quajmë Belg. Princ Syriani. E kam quajtur unë para teje. Po nga ty e mora dhe nga ty e mora unë nga cmimin. E di pse? Ja, po ta them. Pasi pash komentin tënd që i kishe bërë tek fotoja Princ Syriani, thash nga nesër dhe në vim, ne do të themi vetëm Princ Syriani. Po jo, unë, shiko, nuk mund të shikoj një gjë që nuk e meriton emrin ke thënë të princ. bukurën, e do ta themi gjithmonë. Edhe unë do ta them se s'bën, se me gjithmonë si një princ. Falderit. Kështu që lutem. E plotson dhe nga anët e tjera, por nga ana figurative e plotson 1000%. Jemi përshtatur me vendin. Si është vendi bëhet ku vendi. Avash po bëhemi një mbretëri. Jo, po gjë, po ka pasur princer, po s'kan qenë të bukur, po emrin e kishin princer. Kështu që ti dhe ta rregullojmë rrugës të punë. Bukur. Tani nisim nga puna, kemi qepën. Shiko, unë e kam shtuar qepën e bardhë edhe kemi domatet, i ditë besoj jam vizatë, se këto asa të mira bëhen ato lakrat e Pak më para kamerës, po që ti shoh publiku, po. Janë këto lakrat e vogla, si janë të mëdhaja, por këto janë të vogla. Siç kemi dhe domatet e vogla, ja, siç themi ne, po unë përdor atë fjalë. Domate baby, baby se baby është e vogël, ne jemi të rritur, baby, edhe themi baby këto, por ne do ta themi shqip, domatet vogla, lakrat vogla. Domatet vogla, lakrat vogla. Ke bërë gati kungullin, edhe karrotën, edhe hudër. Këto nuk janë recetë, por me qënë se nuk janë ato të janë recetë. Jo, unë zakonisht të proj një karot, të proj edhe një gjysëm kungulli, i mbështjedh me letër transparente guzhine dhe i fus në frigorifer dhe ato qëndrojnë të freskëta si kur i ke prerë sot. Dhe një grua një koqire, kur i teprojnë perimet të tilla, i ruan dhe vjen një moment që këtu kemi gatim vetëm me perime, i bashkojmë se nuk i bën absolutisht asnjë gjë të keqe. Tani Tiganis do ta lëm pa vaj. Jo, do të hedhim vaj pema. Një vaj ulliri. Duhet vaj pema. Zgjedhim midis thesareve tona, do marrim vajin e përzierë për gatim, që është ideal. Atë që ne quajmë më të kushtueshmin për vlerën që ka për ne, që është vaj ulliri pa filtruar ekstra i virgjër, që e ruajmë si çokolata që mbajnë nëna të shtëpit, paktën diku kështu bëni, se di se si bëhet tani, apo vajin e ullirit virgjër, kë doni? Këtë dua. Të përzierin doni. Të përzierin kemi. Ne po përdorim për skuqje. Jo më kot janë emrat, janë shërbejnë si udhëzime për funksionin. E kemi ndezur pianore, e kemi lënë 4, ndërkohë që të sigurohemi të shtojmë pak vaj. Hidhe vaj. Masa. Hidhe edhe pak. Edhe pak. Edhe pak, mjafton. Se unë jam pak dorëlëshuar në vaj. Edhe unë.
Ua, Unë jam e nuk më tmerrshme rron fare fare. vaj ullirit, fare. Më e shpërdoroj pak, por tek vaj ullirit në fundit kemi një produkt Ja, tani që do ta rris pak temperaturën. Jemi mirë, jemi të sigurt kur konsumojmë. Bukur. E rita pak temperaturën, pas ndërkohë që qepës? gatohet qepa, lakrat e Brukselit do t'i hedhim ashtu siç janë në atë formë pa i prishur. Pa i prerë. Dhe do t'i hedhim në fund fare, që të mos sepse nga që ato kanë flet të Shpërbëhen vogla, shpejt. shpërbëhen dhe na prishet ajo pamja estetike e këtyre, sepse ato bukurin, shija nuk diskutohet, e kanë të qëndrojnë kështu. Bukur. Domatet do t'i presim në gjysma, vetëm në gjysma, dhe kemi kërpudhat e vogla, por që nuk i gjetëm, do të them të drejtën, dhe kemi marrë pak më të Të mëdhaja, di bëjmë të vogla. Ne do t'i ndajmë në katërsh. dhe do t'i bëjmë Ne të vogla. po të duam të zvogëlojmë kërpudhët e dashur. Po, patjetër. Edhe kështu që unë përpara nuk arrita t'ja hiqja lëkurën, e heqim tani, mund të na ndihmoni dhe ju po ndeshën, Po, patjetër, sigurisht. Po mundet, t'ja Do të matje e ndihmojmë. vajz, Po. se syris po e fusim ke kërpudha. Jo. Nuk ka asnjë problem, Po, unë jam gjithaj bashkëpunues. princat. Gjitha i princë do merren me kërpudhat. Unë jam princë ndryshe që bëj punë të tije. Tani, me qënë se kemi nisur nga puna për të realizuar pak nga pak recet. Jemi praktikisht në hapat e parë, na lejonit ju themi se çfarë do trajtojmë sot. Me njëherë, pasi receta që Florenca ka zgjedhur sot të marrë formë, apo të nisë të marrë formë, do na bashkohet me Regjini, ajo e cila do të bëj parashikimin e 4 ditëve të mbetura të javës për 12 shenjat e Zoti Jakut, por nga ana tjetër do ju jap përgjigje disa pyetjeve që publiku mund të ketë. Kështu që qëndroni përpara televizorit, ruani atë numrin që ne afishojmë her pas here në ekran, shtojeni në kontaktet tuaja dhe kapni linjën, do thoja unë. Kujton pak televizionin në viteve 2000-2010, por që edhe sot që Sa flasim, bukur. ku televizioni ka evoluar dhe ka marrë një tjetër formë, ne i rrim asaj tradicionales. Na u bashkoni me pyetjen tuaj dhe mos harroni të na jepni detajet që me Regjini ka të domosdoshme kur vjen puna tek parashikimi i juaj. Tjetër Alma. Edhe na uroni, sepse jemi në periudhë festash, ne do t'ju urojmë, kështu që bëjmë mirë të shkëmbejmë pak dashuri me njëri tjetrin në këtë periudhë, edhe me publikun tonë të dashur. Do vijojmë do flasim për prallat shqiptare, mënyrën se si ne mund të rijetëzojmë, në mënyrë që brezat e rinj të sigurohen që të njihen me folklorin shqiptar. Është shumë e rëndësishme që teksa prezantojmë letërsinë botërore, që në hapat e parë kur janë të vegjël, mos të shkojmë tek prallat daneze, mos shkojmë tek Hans Christian Andersen, por të rrim në Shqipëri dhe të tregojmë, të flasim për zanat, flasim për Muin dhe Alinin, faleminderit Florenca, dhe të sigurohemi që të mësohet mirë identiteti dhe rrënjët shqiptare. Ajo çfarë ne kemi trashëgimisht shpirtërore, është bërë një punë e mirë për të rjetëzuar, jo vetëm në formën e një libri, por gjithashtu dhe për t'i vizualizuar, sepse e dim që për të kapur vëmendjen e të vegjëlve tanë është shumë e vështirë. Dhe sa më interesante t'i bëjmë prallat shqiptare, aq më e thjeshtë do të jetë për t'ua treguar nënat fëmijëve të tyre. Kështu që është bërë një punë e mirë, të shohim se cilat pralla kanë risjell dhe cila është e veçanta e kësaj gjëje. Menjëherë pas prallave shqiptare, do ndalim tek shëndeti, s'ka si të mungoj shëndeti në studion e Mezlitës asnjë ditë. Do ndalim tek tesa paraprake që çiftet duhet të bëjnë përpara se të vendosin të zgjerojnë familjen e tyre, të bëhen me një bebe. Do ndalim tek kultura testave paraprake, tek llojet e testeve, testi i gjakut, testet genetike, faktorët e trashëgimisë, grupi i gjakut dhe shumë analiza të tjera që mund të jenë të domosdoshme përpara se të kemi një zgjerim familjar. Fatmirësisht, në kohën që jetojmë, informacioni është i shumtë kur vjen puna tek sasia. E rëndësishme është që përmes zërit të profesionistëve të marrim dhe të adaptojmë në mendsinë tonë sugjerimet më të mira. Mos bëhemi pjesë e komercialitetit, e shpenzimeve të mëdha, sepse bebet kanë shpenzimet e tyre, mos ja rëndojmë vetes xhepin, kështu që na ndiqni për ju që ndoshta po planifikoni të keni një familje më të gjerë dhe më të madhe. Në vijim do të presim një sommelier Florenca, që teksa ne bëhemi gati për natën e ndërrimit të viteve dhe për festën e Krishtlindjes, të sigurohemi që vera nuk do të na bëjë me dhimbje koke. Për dhënë disa këshilla të mira, se si duhet kujdesemi në momentin që hapim dhe prezantojmë verën e bardhë dhe verën e kuqe, llojin e gotës që duhet përdorur, mënyrën se si duhet mbajtur gota për mos t'i shkaktuar ndoshta edhe një ndryshim temperaturës së verës, për të siguruar që të zgjedhim orën e duhur edhe pijen e duhur. Të gjitha këshillat do t'i marrim nga sommelierët me shumë përvojë. Një prej tyre na bashkohet në këtë studio vetëm pas pak. Dhe këtë të inte e mbyllim me muzikë, me një artist fantastik nga Kosova, i cili
do na vi, do na begenis në studio dhe po mund të performoj diçka. Ai në fakt ka një histori shumë interesante sepse nga uniforma e ushtrisë gjatë luftës së Kosovës tek arti, kënga dhe tek ajo gjë që më sa duket ka qenë një thirrje për të, por me shumë gjyra, me shumë dimensione, me shumë histori për treguar dhe me një pasion të madh për muzikën që edhe në kushte as pak të favorshme, siç ka qenë lufta në Kosovë, ai ka vendosur që të këndoj e do na tregoj ka ca histori interesante, kështu që po zbulova shumë, pastaj Via i lidhet edhe me këngën që do të performoj sot. Ndërkohë Florin, sa vim të receta, i tregojmë edhe njëra mbisave se në cilin moment jemi, se kërpudhat i kemi gati. Jemi në momentin ku po gatuajmë qepën dhe i kemi pastruar dhe kërpudhat, të gjitha i kemi të pastruara gati dhe tash jemi në momentin që unë do të hedh domatet, pasi ti kem prerë sepse qepa ka marrë ngjyrën e artë dhe është gati. Temperaturën e qepës e kam tek 6 që ajo të mos digjet dhe të gatuhet aty për qefin e vet. Tani më duhet të pres domatet për gjysmë dhe ti hedh në tigan një nga një ja kështu. Do të bëjmë majon? Jo, edhe për këtë ri Alma. Më pëlqeu ajo pjesë Alma që the për punën e prallave. Prallave shqipo, si gjyshe e nipërve dhe mbesave, e ndjeve. Dhe më vjen jo mirë që nuk ka një emision që gjyshet të lexojnë pralla. Ja një ide programi shumë e mirë për Florencën. Tjetër. Për të lexuar prallat shqiptare. Pse jo? Ne kemi pralla shumë bukura shqiptare. Absolutisht. Dhe nëse ne do t'ja bëjmë fëmijëve në një orar të përshtatshëm që ata t'i ndjekin, mund t'i bëjmë një nder për t'i shkëputur nga telefoni që është aq i tmerrshëm për fëmijët. Nga influencerit e huaj, ata ndikuesit e huaj që ndjekin, me të drejtë. Ti u ke lexuar pralla të veçurve? Gjithmonë dhe mua. Ka ndonjë pralla ta të preferuar për gjumin? Kanë, po ta shiti atë më vinë në mendje në një dhe them edhe në mes të Tani, qani shpesh? Për të qaj. Unë qaj. Unë për gjën më të vogël unë qaj. Pavarësisht se jam rritur në moshë edhe fortifikohet njeriu, do. Do fortifikohet, por që unë qaj. Qan shpesh të Alma? Sa herë më vjen për të qarë qaj, me të vërtetën. Njihem si njeri që emocionohem shumë. Dhe kemi kuptuar nga ajo çfarë mjekët, neurologët na kanë thënë qara i bën mirë trupit, i bën mirë shpirtit, i bën mirë emocioneve, është një detoks fizik që ndodh prej vërteti, dhe në qoftë se ju vjen për qarë qani, por një element tjetër që na bën her pas here qaj mua të paktën, unë qaj më shpesh nga qepa, sepse nga çdo emocion tjetër do thoya fatkeqësisht, jo fatmirësisht, por ja që kështu jemi të ndërtuar dhe nuk ka asnjë problem. Dhe meqenëse jemi tek ky element i cili na bën çajm her pas here, është më mirë të jemi me një aty informacione shtesë për qepën dhe benefitet e saj dhe pse është domosdoshme, dhe është pjesë e çdo gatimi shqiptar dhe gatimet nënave tona. Ndjekim. Qepa. Ajo mund të jetë e vogël, por është një bombë me shije dhe vlera. Nga sallatat e freskëta tek gjellët e ngrohta, qepa është gjithmonë në skend. Herë të djeg syt, herë të ngro zemrën, por gjithmonë bën diferencën në çdo pjatë. Qepa është shumë e dobishme për organizmin sepse ka antibakterial dhe antioksidant, ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe nivelin e kolesterolit, forcon imunitetin si dhe ka efekt antiinflamator. Qepa përmban komponime që shkaktojnë lot në sy për shkak të përbërjeve që çlirojnë sulfur kur pritet si edhe është përdorur që në kohë të lashta për qëllime mjekësore. Lorenza po na tregonte një gjë shumë interesante tani. Tha për qepën, se ka atë aromën e mirë, po ama pushin e ka të paparë. Pse po e thoje këtë? Po e thoja sepse kam parë gjatë gjithë kohës që unë kam jetuar me Vlerën, ajo e hante qepën të gjallë. Dhe e ka konsumuar gati çdo ditë dhe e hante të gjallë. Dhe kur ishte momenti që ishin qepët e njoma, hante buk me djathë, qep të njoma dhe vaj ulliri. Asgjë tjetër. Një mrekulli. Edhe jetoj për bukuri. Jetoj.
I kaloj të 100-at. Edhe pa shkuar asnjëherë ke doktori. Ku kemi qef? Nuk e njifte doktori fare. Fare absolutisht. Që është e shpreja një moll në ditë ban doktorin larg. Që nga qepa. Që nga një qep, hani qep për ditë, bani një qep në xhep, në çantë, në makinë. Sa na do Florenca, një qep plot bën çdo ditë, çdo gatim. Po na shton jetën. Gatimet e përpunuara nuk i hante kurrë, më bënte përshtypje, hante gjithmonë. Për shembull, lakrat i hante ashtu, lakra me vaj ulliri. Të pagatuar për të tjera? Jo, të gjallë, lakrën e gjallë dhe hante me vaj ulliri ashtu të gjallë. Dhe presht kur i bënte, nuk i kalonte që ti përpunonte në tigan, po sa i rëmbente pak, sa i gënjente pak. Pa i djegur. Pa i djegur. Si që bëjnë sot. Po, me ujë, do me thënë nuk i shkatronte, i gatonte duke ruajtur vlerat. I pas ka ditur sekretet pa një instruktar nutricionistët 200 vetë të dalin e ekran. Hante kur ishte periuda çdo ditë, pje për gjithashtu. Kafe pinte shumë pak, nuk ishte grua që konsumonte, pinte kafe turke, por që ishte një grua shumë e fortë dhe shumë shëndetshme. Ka dhënë një këshill ty që e mban mend edhe sot? Jo, ishte një grua e thjeshtë dhe nuk ishte kështu që të jepte këshilla. Byrekët i qante. I qante. Ajo ka gatuar byrek edhe kur ka qenë 95-96 vjeç. E bënte byreku një orë fik. I hapte vetë? Vetë. Petët e bëra. Së bën ka një kokër qep në ditë. Vajullirit, kur hante trana, e merte vajullirit dhe tregon im shoq që e kishin shtëpinë lart në fshat, edhe mbanin një qyp balte të madh dhe fusnin në tokë, edhe mbushnin me vaj ulliri dhe mbulonin sipër me kapak dhe vajin e ullirit e merrni me garush dhe kur ja hidhnin trana sipër. O Florenca, po ti pas ke qenë me fat me familjen e zotit Argi, po dhe ata shumë me ty. Tani, që ne e kemi kuptuar që jemi kaq pranë natyrës dhe e neglizhojmë, e dim që kurat e çdo problemi shëndetësor i kemi në natyrë, edhe këtë e dim. A i drejtohemi farmacive e vërtet, sepse ndoshta është forma se si na kanë mësuar, kjo formë na është servirur dhe ne zgjidhjen e gjejmë aty, por më mirë të mos shkojmë, është më mirë të parandalësh se sa të kurosh. Po patjetër. Shumë rëndësishme të jemi pranë natyrës, të rrim në ambientet hapura, në ambientet të gjelbërta, të rrim pranë frutave, perimeve, të jenë pjesë e regjimit tonë ushqimor. Dhe kështu jemi të shëndetshëm. Sepse ne jemi pjesë e kësaj toke me ato çfarë na ka krijuar natyra dhe Zoti. E thash se për pak prezantove kefirin e lufrës. Se me këto që ishte përshkrimi ideal. Ishte përshkrimi ideal për kefirin e lufrës. Dhe kur them natyra, nuk i referohem vetëm humanëve, mos harrojmë që pjesë e natyrës ne bashkëjetojmë me ato që bëjnë qumshtin. Dhe një ambient i favorshëm jep dhe qumësht cilësor. Dhe përmes qumshtit ne marrim gjitha produktet që lufra na ofron, që tani më janë pjesë të brezave të shqiptarëve. Një ditë do bëjmë ndonjë byrek me kremviçet tona? Po patjetër. Do t'i bëjmë ditë. Patjetër. Festa jemi, le ta teprojmë pak me brumë. Bëjmë dhe gjëra tjera, jo vetëm byrek. Po çfarë thua? Do që të bashkojmë të gjithë produktet që kemi këtu në një të tërë, po patjetër. Atë magjinë e bën vetëm ti. Fantazia është në punë, marrim nga pema, nga lufra, nga tona, edhe nga ola me makarona duro gra. Imagjinoni se çfarë ka për tani mrekulli. Tani, e di që te ki thënë, por edhe publikut e rikujtojmë, përsëritja është nëna e dijes, kanë thënë. Baklavan, kur do na bësh me mielin Olo? Po, do ta bëj këtu në studio. Nuk do ta bëj shumë të madhe, do ta bëj këtu në studio. Do hapim petët, vendin do ta lerojmë këtu dhe do t'ju bëj një baklava me petë. Unë dëgjoj gjyshen, tani do të korrigjoj, se ndoshta unë e kam. Më fal të ndërpres pak. Gjyshja ime jo nga ana e mamit, nga e babit, ishte korçare, dhe ajo e bënte, të më besoni, baklavan me 120 petë. Do ta mbushim me petë deri te informacioni pastaj. Bënte 3 shtresa me anë. Po kur e fusje pirunin, shkonte deri në fund, një mrekulli. Kur bënte ne i thoshim Dada i thoshim ne sa të mirë që e pas ke bërë këtë baklava. O ku ka si baklavaja që ka bërë. Punon të gjithë vjetorin për ta bërë, kam përshtypjen se ta shumë punë. Bashkoheshe me
kunatën, me një komshie që kishin aty, ne ishim të vegjët, në korç hypnin, zbrisnim dhe kërcistin ato drasat e se i kishin shkallët me drasa, edhe thoshte në njerë shko, ke qenë dada, se e fliste në gjuhën tonë, shko mere lartë, thoshte atë dhe ma zbrit një qikë posh, dhe ne ishim të lumtur, po shpia O qëfar harmonie, o qëfar nostalgjie, që na kujtove me Florenca, që na kujtove. Dhe kishim një bodrum, o shafi, thoshim ne, një bodrum atje poshtë, edhe dada e mbante të mbyllur me qelë, dhe qelësin e varët e këtu me një zinxhir me ruaza, edhe mbante, nga në njëre harronte, edhe atje poshtë ne kishim salamet e thata, kishim vargjet me gështenja, gjërat e mira që ishin ato të dimrit, si thuhet zajret e dimrit, se s'na vjen nga në njërë, edhe unë një herë mbaj mend, aty të salami që ishte varur këshu, gjysmën e mbrapme, ne kishim grënë dhe leni ma Kishim lënë vetëm pjesën përpara. Pas keni qenë pak trazova. Kur kalon vetë tashita shumë plot, por në fakt kishim grënë nga pas. Kishte do ta gjoni deri në fund për ta kuptuar këtë mesazhin. Tani ne do ikim në publicitet. Ke diçka që do t'ia thosh publikut për recetën? Jo, me merak ja tham etapat. Të gjitha do t'i përzim dhe dua të them vetëm që makaronat që zgjodhëm për të bërë do t'i bëjmë thjesht me gjallë, sepse gatimin që do përgatisim në tavë, secili person nga një racion me makarona 80 gram do t'i shtoj dhe gatimin që do bëjmë neve tavën me perime që kemi këtu. Atë pyetja ta bësh shkurtimisht përpara se shkojmë në publicitet. Nëna ime i thoshte tepsive të mëdha, u thoshte tepsi 500. A që e kam një. E ke? E kam një. Po pse kishte këtë numër? Nuk e di pse ishte tepsia më e madhe. Më e madhja. Sepse mbase kushtonte aq, nuk e kam të qartë dhe unë tani. Halla e agimit ne i hoqëm nga shtëpia tona të gjitha, por ajo i kishte ruajtur dhe kur u largua nga kjo jetë, unë ja mora dhe i kam. Pra, tepsi 500 që ishte për të gjithë viti. Baklavaja aty bëhe dhe ishte për të gjithë. Kishte racione për të gjithë. Ishte mrekulli, ishte mrekulli. Desha të konfirmoj diçka që e mbaja më të mirë dhe dia që kishte të saqë. Mirë, Florenca, ne po vijojmë me bisedat tona, vjen Meri Gjini tani, kurse ju do të ndiqni publicitet. Qemi pas pak. Dhe ja ku jemi sërish të tre bashk, tre muskotjerët, me recetën gati, qfar arome e mirë. Na vjen keq që nuk ju vjen deri nuk u shkon, jo, e kemi testuar. Bëheni në shtëpi dhe do të na kuptoni ne që themi vetëm të vërtetën. Jam shumë dakord se lakrat zakonisht ndjehen kur gatuan komshia lakra, mendoj që i gjithë pallati merr lakrash, po janë shumë të shëndetshme, shumë të mira. Dhe kanë shumë benefite dhe patjetër duhen të jenë pjesë të recetave. Do ta bëjmë një prezantim të pjatës edhe i themi dhe shikuesve tanë. Besoj se e panë, ja kushtava. Çfarë do bëjmë? Do bëjmë një ndrim vendesh. Patjetër, sillim këtu. Po. Edhe fokusi tjetë tek pjata. Aman sa nuk se mirë do bëhet kjo vajzë. Nuk e di. Do ta çojmë pjatën fiks te këndi dur që e do shoku regjizor, lart, më lart, thot më lart, më lart. Ja, atje do ta çojmë, po ja ta bëjmë gati një herë. Tani do t'i shtosh edhe... Se besoj janë 80 gram këtu janë. Janë 80 gram, ne do ham disa herë nga 80 gram. Për atë punë, po aq po i rrim këtij rregulli të artë. Regjia na ndihmon të shfaqim edhe një recetën, t'ia tregojmë edhe një herë publikut se çfarë na duhet për të përgatitur këtë lloj paste që ju nuk e keni ndeshur më parë, besoj unë. Jemi mbështetur totalisht pastës Ola si një produkt i ri i shtuar në këndin tonë të gatimit, edhe duke ditur që kemi një pastë cilësisë premium italiane të cilën tregun shqiptar, edhe Florenca ja bëri adetin siç duhet. Për tavën me kërpudha dhe lakra brukseli na duhen 300 gram kërpudha të vogla, 300 gram lakra brukseli, që kishte sjellë Suriani nga Brukseli, një qepe kuqe, majdanoz, 100 gram parmigiano, 150 gram domate e vogël, baby domate si thot Florenca, 2 lugë salcë soje, vaj ulliri pema, krip, piper dhe një tufë kopër. Dhe unë them që lakrat e Brukseli që syri solli nga Brukseli ka sjell nga Principata e vet. Po, atje nga Genti, nga Genti. Kryes vetën si i thon lakrave në flamisht, por nuk ju ndihmoj dot. Nuk e flas atë gjuhë. Mirë, tani do na duhet një emër për recetën. Unë do t'ja vëj recetës emrin Endri.
Kush është Endri. Kush është Endri. Më fal Endri. Është Endri. Më fal Endri, më fal o Flori. Ti je më i çmuar se çdo minjer Ari për ne. Është degustuesi më i mirë i recetave që ne përgatisim këto. Dhe djalë super pozitiv, kështu që i kemi këta djem ka ishtë mirë në kamera. Florenca. Urdhra. Se për pak thamë si ishte ndonjë gomshi, si ku fillon të regon të historinë ti, po jo. Nuk ishte. Djali Filani që ti ki dashur Filanit Fistekut. Ai djalë që ka luajtur te filmi i Tetim Bronx, është ai djali vogël. Endri vërtet je ti ky? Jo, është Pratavia që krijon në Florenca. Si keni kuptuar akoma që krijon situata në Florenca. I flet çdo Endri të mundshëm. Mirë, Florenca më ndjej shumë, por unë drekën time e kam nisur me një dhallë lufra për vlerat që ka, për rëndësinë që ka në regjimin tim ushqimor dhe ajo çfarë unë bëj, sepse sigurisht bëhet fjalë për një produkt brenda standardeve të Bashkimit Evropian, i lexoj gjithmonë vlerat ushqyese dhe unë i shmang ato kalorit, i shmang ato yndyrnat, po ndalen vetëm tek proteina dhe për 100 ml produkt ne kemi 1.6 gram protein. Kështu që patjetër duhet ta nisim ditën dhe ta mbyllim ditën me dhallë mbi gjitha tjetë dhallë lufra. Mirë. Ne ikim dhe vjojmë dhe flasim për verën dhe të përshëndesim me shumë dashuri që jemi nesër. Përqafim në grup. Të mbarë, ju dua shumë. Të pjatën e pasave, do shoqërojmë me një gotë verë të bardhë. Po se si... Ju bëftë mirë. Shëndroni me ne. Hajde ta